Nuk jam e martume. Po ta gjojna një punë në Kosovë? Pse? Apo ta gjojmë? Vallaj, nuk të kisha thënë se larg bre kom atje familjen edhe A kështu e që... merë burrin me veti? Po e marrë po tani, do shtas do na i zotëria me orë se Jo, valla, s'ka burë të Kosovës që s'do me jetu në Amerikë. Unë e punoj, normal punoj edhe veproj në Amerikë, se Amerika ka atë pjesën cilën pa tjetër dush me punu se nuk është vend social si kur vendet e Evropës. A jena në ma Amerikanë se Amerikanë? Ma Amerikanë se Amerikanë munohoni mu ba, po nuk jeni. O vërtet? Edhe ju duni me kanë shqiptar të më qësh jeni, Amerikanë janë Amerikanë. Shqiptar jena? Të lutem pra, kështu që une edhe 1000 vjetë me jetu në Amerikë, Amerikane nuk bana, se jam shpurë shqiptare, përshëndetje. Ju jeni? Unë jam Mimoza. Mimoz, kam pyetjen, sa e vizitoni bibliotekën kombëtare? Me shumë keqardhje e thëmë se bibliotekën nuk kom pas shansë shumë me vizitu. Se? Se unë jetoj në Amerikë. Jeton në Amerikë. Kjo Amerikës ke ardha? Po bashkë. Qysh je? A je mirë, a mon erdha? Erdha deri. Edhe pse me dëshirë kisha pas me vizitu, se grune e Agjës më punon në bibliotekë, kështu që kam një uri për bibliotekën kombëtare. Bravo. Qka kishë ndru Kosova, që sa si e ka në Kosovë, se Amerikës në vitë për të rrallë? Po, në Kosovë une nuk kam qenë, do me thanë, vitin e kalum, isha në janarën e vitit kalum, isha në Kosovë në bazë 10 viteve. Dhe kësaj rodhe nuk e kam lënë me 10 vite, se më pëlqej Kosova pak, edhe vizitova prap. Sa vjeqare je? Më falë që po të pësë. Nuk është shumë e re, po që po thu 10 vjetë. Je martume? Nuk jam e martume. Po ta gjojna një punë në Kosovë? Pse? Apo ta gjojmë? Vallaj, nuk të kisha thënë se larg bre kom atje familjen edhe kështu që... A e merë burrin me veti? Po e marrë po tani, do shtas do na i zotëria me orë se... Jo, valla, s'ka burë të Kosovës që s'do me jetu në Amerikë. Në rajone e gjdo mashkulli Kosovarë, shqiptarë, i lirë me jetu në Amerikë. Me shku me peka tokë që në kanë shliru. A tokë të bekume, apo? Ja, ma i bekume ma s'ka. Amerika tha, gjuni Sërbien, i vo aeroplanat e bani shkëram, u largo. Ke shku me luft në Amerikë? Po kemi shku gjatë luftës. Oj, bi e lufta, në Kosovë dikujna ja ka qelë, dyrt me ja ka qelë. Me ta thanë të drejtën... Jo, në sonikëm, vëlla, na më shelën shkijet që aty na rëthekun me domina. Na nuk jena ikë, po kemi shku për halë, sepse... Si refugjat? Ja, nësë kena shua si refugjat, me përjetuat në djenjen e Stankoveci, së ne kena përjetuat. E kam përjetuat atë në djenjen. Ja, jo, vëlla, neve në malë, kanë me 3-6 muaj ditë në malë kena pasi. Ska lidhje, u banëm si të malit. Ka një herë është mirë me përjetuat atë pjesën e malit, kështu që... Jo, vëlla, për malë në ka arë që thonë. Ski faj. Ikt prej Kosovës, shkut prej regjimit, prej luftës, shkut në Stankovec dhe tash në Amerikë. Që shqy pritë në Amerikë? Me tanë të drejtë na kanë pritë shumë mirë, se Amerikanët janë shumë zamërgjan, edhe janë mikprica si Amerikanë. Edhe na i hapën dyrt si kur shqiptarët e Maqedonisë si na i kanë hapë neve dyrt për ndim, gjithashtu Amerikanët na kanë bo nderin më të madhen për shqiptarët. Cilin vend të Amerikës jeton? Unë jetoj New York. Është e vërtet se kena pas një zonjë e cila na ka tregu, tha kur shkum në Amerikë, kena pas një kamp me shku me marë gjana për make-up, për mu dy, tha na i mosh me fest, tha dhe shkëshmi, këtë Kosovës, tha kena pru shmika. Me ta thonë të drejtën, nuk muj me thonë diçka që është e vërtet se nuk e kom përjetua, san? As shkoj që tja? Jo, kështu që ajo zonja, po më vjen mirë që e pas ka furnizu Kosovën me make-up. Jo, thaj, ko më mbëlloj me motrat që minja janë rrite, janë martu, janë plok, tha, shmik me ja pas kam po hajrin. Ti je inkuadrua tje, punon diçka? Po, unë e punoj. Normal punoj edhe veproj në Amerikë, se Amerika ka atë pjesën cilën pa tjetër dush me punu se nuk është vend social si kur vendet e Evropës. Edhe normalisht punojmë, jetojmë si krejt njerëzit tjerë. Okej.
Tash në Kosovë, keni marrë shtetësinë amerikane? Me në shtetësi amerikane po pa isëm. Okej, do me thonë, sa ishte e vështira ajo rruga deri sa ju si refugjat, kur u liru Kosova, a ju ka shku mendja mu këty në Kosovë? Unë kam qenë, do me thonë, 14 vjeqare kur jam shku në Amerikë, edhe për mu konë jo shumë me mendu atë pjesë mu këthy në Kosovë, nashta kemi mendu disa herë, po jemi ambientu me Amerikën, edhe do shta herë në ndronë mendja edhe këthemi. Edhe na po vina. Po hajde në mirë se vini. Çfarë mesazhi ju kishte dhënë gjithë njerëzve që jetojnë në Amerikë, po edhe në Kosovë, edhe a jena na ma amerikanë se amerikanë? Ma amerikanë se amerikanë, munohoni mu ba, po nuk jeni. O vërtet? Edhe ju duni me kanë shqiptarë ta më qësh jeni, amerikanë t'jon amerikanë. Shqiptar jena? Të lutem pra, kështu që une edhe 1000 vjetë me jetu në Amerikë, amerikane nuk bana, se jam shpurë shqiptare, edhe ja bëj me dosa ajo gruja për na injëzën. Ti në Amerikë, so ka shqiptar në rrethin ku jeton? Në rrethin ku jetoj unë ka mjaft shqiptar, me ta thënë të drejtën është një Kosovë e vogël në New York. New York? Po. Edhe të rritet zemra kur i shesat kanë përparu shqiptarët me restorante, me çdo biznes. Kur me ardhna me bëna i reklam, po kur kanë më na i hek vizat Amerika? E vetë na liroj, e vetë vizat s'na i heki. E po tash edhe Amerika i ka të rregullat vetat. Vallaj nga shka po të thamë, me shku në Amerikë, a veç mikrofonin e qesmi në aeroplan, le t'jen Prishtinë se na po hedhë. Edhe u kryq do sart. Ushimet i kanë si tonat? Ushimet nuk i kanë si tonat, sa ata ma tepër Amerikanët do me thonë anojnë ka ushimet italiane, edhe ushimet e tyne, po ka shqiptarë që janë, do me thonë, kanë hapur restorante me ushime tradicionale, kështu që nuk i kemi mangit edhe ato, do me thonë, gjithë shka jena okej. Faleminderit që ishe pjesë e jona. Të lutem. Lëpshu shumë as mirë. Gjithashtu edhe ju përshëndes. E ju të dashur me që rrini me neve sepse gjonat e mira i se dhe veç na Kosova Info ju informon për çdo gjë.